disa këshilla shkurt për të shfrytzuar kohën, ose tregojnë dietarët kush janë ato elemente të cilët e vrasin kohën e njeriu. E para thonë uljet e tepërta. Njeriu do ulet me shoqërinë, po nuk ka pse ta abuzoj. Ulesh sa mbaron ato punë dhe detyrimet që ke, më pas shpërndau duke shfrytzuar kohën për atë që ti kërkon. Po t'ulesh në shoqëri, në një kafene apo në një tavolinë dhe ta shçosh 2 orë, 3 orë, 4 orë, 5 orë, sikur ti je kriju vetëm për të qenë ka e tavolinë, i shef sa njerëz që ulen në një tavolinë, i shkojnë 4-5 orë thënë, s'ka ky detyrime të tjera? Vetëm qëndroj ka e tavolina dhe të bëj vetëm biseda me njerëzit, nuk funksionon. Pra, njeriu mos ta teproj me uljet e tij. E para. E dyta është mos i tepro me bisedat. Pra bisedo, po mos e tepro sepse bisedat e tepërta, thonë dietarët, ka dhe pjesë shejtani në këto biseda. Pra që do thotë kthehet në dëmin tënd. Bisedat e tepërta e çojnë njeriu në haram. Bisedat e tepërta e çojnë njeriu që ta abuzojë ose të neglizhoj te koha e tij. Nuk ke kohë që ti të humbësh duke bisedu biseda të padobishme. Kjo është e dyta. E treta, thonë dietarët, është ushqimi i tepërt. Ushqimi i tepërt që do thotë kujdes. Muslimani, thonë dietarët, ka 1 stomak, kurse jo muslimani ka 7 stomake. Muslimani ha për të jetuar, kurse jo muslimani jeton për të hangë. Ka 2 dallime. Ne nuk jetojmë të hajmë, po ne hajmë për të jetuar, për të mbajtur fizikun, edhe për të bërë ato detyrimet që kemi në jetë që Zoti Xhelel Xhelalu na ka obliguar. Po ne nuk jetojmë për të hangë ushqimet. Pra, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Dhe e fundit është që mos neglizho tek vepra dhe mos i lën atë që punë e sotshme mos e vonosh shumë. Mos e lën hase da e bëj sot apo da e mbaj mot, se kur nuk do të arrish të ta bësh. Kjo është një nga gjërat që e bën njeriu që ta humbi kohën e tij.